Thënie nga gjeniu I shekullit të 16 Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ishte shpikës, artist, shkencëtar, filozof, arkitekt, piktor, skulptor, skenograf, anatomist, muzikant, botanist, projektues dhe inxhinier. Konsiderohet një ndër mendimtarët më të shquar dhe më të gjithanshëm të historisë. Citojmë disa prej thënieve të tij. Kush kërkon nga përvoja çfarë nuk gjendet brenda saj, I largohet arsyes. Piktoriziet e garon me natyrën. Kur të mendosh se ke mësuar të jetosh, ke mësuar të vdesësh. Thjeshtësia është sofistikimi më I lartë. Vetë lumturia është shkaktarja e palumturisë. Shmangi udhëzimet e të gjithë spekuluesve, arsyetimet e të cilëve nuk rrjedhin nga përvoja. Në ditët e tua të rinisë, investo në gjëra që të kompenzojnë të metat e pleqërisë. Asgjë nuk na gënjen më shumë se gjykimi ynë. Duke qenë se guximi të vë jetën në rrezik, frika është mbrojtja e saj. Kush nuk mund të bëj atë që dëshiron, le të dëshiroj atë që mundet. Njeriu e kalon gjysmën e parë të jetës duke shkatruar shëndetin e vet, dhe gjysmën tjetër duke u përpjekur të shërohet. Kush synon yjet, nuk shikon pas. Nevoja është mësuese dhe udhëheqëse e natyrës. E begatë është ajo dhunti që I Zoti e mban në sytë e tij. Duhet bërshmos për të çrënjosur trishtimin. Trupi ynë I nënshtrohet qiellit, e qielli I nënshtrohet shpirtit. Çdo shtrembërim mund të drejtohet. Kush mendon pak, gabon shumë. Shmange studimin e veprave që nuk I mbijetojnë vdekjes së krijuesit të vet.